Pra unë jam Orhan Qeku, jam djali I dëshmorit Majxhun Mal Qekaj, Majxhun Mal Qekaj ishte komandant I shtabit lokal në fshatin Irzniq gjatë periudhës së vitit 1998, pra kur është filluar për herë të parë është organizuar luta qërimtare në territorin e Rrafshit dhe Dugaxhinit. Shtabi I Ushtrisë Qërimtare të Kosovës është organizuar rreth prindit tim Majxhun Mal Qekaj, I cili ka qenë profesor I mbrojtjes, ka qenë ushtarak me profesion, I shkollum në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë dhe ai ka ftuar disa anëtar të fshatit që kanë qenë gjithashtu njerëz intelektual, profesora, nëpër gjimnaz, mësuesa, njerëz me autoritet dhe është ndoshta shtabi I parë që u formua nga njerëz të përgatitur edhe ushtarakisht edhe intelektual të mirëfill të zonës. Kjo ka bërë që zona, rinia edhe në përgjithësi fshati edhe zona e Dugaxhinit me pas edhe mbështetje pastaj gjithë popullore në luftën shërimtare. Shtabi është formuar në Irzniq, fillimisht për ata për jepi ekskluzive lajmin për herë të parë, ndoshta takimi I parë është bërë në shtëpinë tonë, ku janë takuar Majxhun Qekaj, është takuar bashkë me Bajram Dacin, që ka qenë drejtori I shkollës gjimnazit Sami Frashi në Irzniq, Hajdar Qekaj, Beqir Berishaj, disa të tjerë ma vonjen inkuadruar edhe profesor Shevqet Haskaj. Janë takuar në shtëpinë time dhe kanë marrë vendim që mi bashku luftën shërimtare. Pastaj janë takuar me komandantin e zonës operative Rrafshit Dugaxhi Ramosh Haradinaj dhe takimi I madh është bërë pastaj në qendër të fshatit në kullën e Isa Berishës. Këtu, në këtë vend ku gjendemi sot, ku bëjmë përorimin e pllakës përkujtimore, fillimisht ka qenë shtabi I fshatit lokal për fshatin Irzniq, nën komandën e profesor Majxhun Qekaj. Fillimisht ka qenë këtu, mirë po për pushtuesin serb, ka pas informata, sepse këtu ka qenë shtabi dhe e kanë sulmuar me granata. Ajo që ne e dim, ne që kemi jetuar në atë kohë e dim, se ne në fshatin e për krejt kjo zona e shliruar me Dugaxhin. Pra nga koha e fillimi prillit 1998-s, komuna e Deçanit së bashku me fshatet e komunës së Pejës dhe të Gjakovës ka qenë e shpallur si zonë e lirë, territor I lirë I shqiptarëve. Pra ku forcat serbe nuk kanë qenë prezente. Temi të qartë. Tash, me formimin e shtabit lokal të Dugaxhinit, pra është vendosur fillimisht shtabi këtu. Edhe serbët kanë pasur informata të tilla dhe vazhdimisht e kanë granatuar krejt këtë pjesën e territorit të lirë të Dugaxhinit, e kanë granatuar nga 3 anët, nga podi I Gështenjeve, që është pjesa sipër Deçanit, në mes fshatit Pobergj, Hulej dhe Deçan, ku janë vendosur Gështenjet, ka qenë aty baza ushtarake ku është granatuar. Edhe kanë qenë dy vende tjera, Suka, Bregorja e Baballoqit dhe e Bitesheve. Pra nga 3 anët është granatuar vazhdimisht fshati me raketa tok dhe me lloje ndryshme të armëve që I kanë pasur në dispozicion, pra dihet ushtria jugoslave ka pasur armatim të madh në dispozicion. Dhe ata natyrisht që e kanë ditë në sa kilometra vija ajrore qëndron xhamia, posta, shkolla edhe vende të tjera që janë të identifikuara. Dhe me këtë rast, ata pasi e kanë marrë informatën se shtabi është në xhami, e kanë sulmuar direkt xhamien, pra granata ka rënë mundet derën e vendit ku ka qenë shtabi UÇK-s për Irzniq. Si familje, edhe pse I tërë fshati ka dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh, qoftë me veteran, qoftë me dëshmor, qoftë me invalid të luftës, si familje e ngushtë, pra përveç babit tim që ka rënë dëshmor, është djali I Axhës babit, I cili ka qenë moshën 41 vjeçare, Mustaf Qekaj në fshatin Ratish ka rënë dëshmor në vitin 1999, në prillin e vitit 1999. Gjithashtu edhe anëtar të shumë familje kanë qenë janë veteran të UÇK-s dhe disa edhe 2 prej tyre janë edhe invalid të luftës me plagë të lehta nga lufta shërimtare.